Gjithë organizimi ka shku shumë mirë. Unë shfrytëzoj rastin në këtë rast mi falenderoj të gjithë edhe partnerët që kanë nga rajoni, biznese ndryshme nga rajoni, përfaqësues institucioneve qendrore, komunale, ambasada, padyshim, dhe shoqëri civile dhe universitete, padyshim. Temë mund të jetë për shoqërinë në përgjithësi, themi, opinionin në përgjithësi është një temë e re, po për kompanitë ndryshme, siç edhe patën në panele, nuk është një temë e re. Domthon kompanitë ose themi konglomeratat më të mëdha tashmë edhe në rajon, po edhe këtu në Kosovë, sidomos sektori financiar, siç e pat, ka avancu tutje me këto standarde. Themi, deshtëm ose nuk deshtëm ne, standardet duhet të i plotësojmë të ecim përpara dhe ky standard padyshim se është shumë i rëndësishëm për bizneset, është i rëndësishëm për institucionet, për vendet në përgjithësi, sepse përçon një haptutje drejt integrimit të vendit edhe në përgjithësi shoqënisë, ekonomisë dhe gjitha fushave thuajse, e përçon një mesazh që jemi rrugës së duhur për të shkuar drejt integrimit evropian dhe kjo na mundson shumë neve dhe fal mbështetjes së fundit të në këtë rast fundit të Ballkanit Perëndimor që kanë mbështetur gjithë këtë projekt përmes angazhimeve ndryshme që kemi pasur, përmes trajnimeve që kemi bërë në rajon, ne edhe vetë kemi parë se edhe rajoni në disa pjesësh në hapat themi ka shkaluar disa shkallë, në disa të tjera janë në hapat e parë, po ne jemi të interesuar që të avancojmë tutje këtë standard, sepse kjo ka një rëndësi të veçantë që përpos që pavarësisht kapacitetit si biznes që ke, po ta zom nesër pas nesër nëse do t'jesh në partneritet me një biznes të huaj, ai detyrimisht do të kërkoj që çdo raportim, çdo format pune të bëhet sipas standardeve të ESG-s. Domthon, deshtëm ose s'deshtëm nuk kemi çare në përgjithësi ekonomia jonë dhe në përgjithësi shoqëria jonë pa i futur, pa i inkuadruar këto standarde që janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme. Në këtë ngjarje ishin diku mbi 100 pjesëmarrës, ne nuk do të dalemi me kaq. Ky projekt themi do të vazhdojë edhe tutje, besoj edhe me mbështetjen e fundit në këtë rast do të vazhdojmë tutje edhe me procese të tjera, duke avancuar, duke mbajtur trajnime të ndryshme, qoftë për bizneset tona anëtare dhe jo anëtare, përmes partnerëve tonë që i kemi në rajon që janë jashtëzakonisht shumë bashkëpunues me neve, në mënyrë që të ecin sepse thash prap duam ose se duam njëri tjetër në këtë rast në rajon, ne nuk kemi zgjidhje tjetër pas që të bashkëpunojmë në të gjitha sferat për mënyrë që të ecim tutje para drejt integrimit evropian, sepse pa plotësimin e atyre kushteve ne nuk mund të ecim askund, do të mbesim ashtu siç kemi mund të mbesim deri sot, siç kemi qenë bllokuar.